Në këtë pjesë të parë të momentit u kam të ftuar Vjosa Qerkin, e cila është një zonë e vërtet, jashtëzakonisht e arritur në sferën e saj, sepse kur flasim për sferën e saj nuk është vetëm një, pra nuk është vetëm gazetaria investigative, është edhe pjesa e regjisë, me të cilat merret me dokumentar të hulumtimeve të ndryshme. Do të flasim për temat për të cilat ajo realisht i ka pasur në fokus viteve të fundit, por do të flasim edhe për shumë çmime që ajo ka arritur vetëm fal punës edhe arritjeve të saj që të fitoj këto çmime. Pra puna e saj nuk po kalon pa u vritur, jo vetëm nga pjesa jon, pra jo vetëm nga themi më kryesore të cilët e vlerësojnë këtë pjesë, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vendet e tjera kudo në Evropë dhe kudo në botë. Jos, mirë se vjen në dashur moment. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Kënaqësi që të kam unë ty sot, edhe kënaqësi të flasim për të arriturat e tua, sepse në fokus të kemi ty sot si profil. Okej, faleminderit shumë. Më tregoj se je fillimisht. Jam mirë, pak e lodhën, për shkak se kam qenë lëvizje shumë, edhe pastaj do të jem edhe një javë të ardhshme pak aktive shumë, po domethënë jashtë Kosovës, po mirë jam. Një jetë jashtëzakonisht aktive dhe me udhëtime, madje edhe nesër kishe për të udhëtuar. Po, veç 2 ditë këtu në Kosovë, edhe tash do të thoj prapë në Gjermani, pastaj në Itali jam dikun për një javë, edhe mandej kthehena në Kosovë, edhe vazhdoj udhëtimet e tjera që janë planifikuar për pjesën tjetër të vitit. Megjithatë, fokusi yt te pjesa e Ballkanit Perëndimor asnjëherë nuk zhduket, asnjëherë nuk shuhet, gjithmonë na ken mendje. Edhe ne si Kosovë, edhe si Shqipëri, por edhe vendet e tjera përreth për nga kufizohemi si Ballkan. Po, si gazetare normalisht e kam Ballkanin Perëndimor si pjesën e kryesore të hulumtimeve, po të raportimit, më thënë, po dhe Evropa juglindore përgjithsisht. Nëse flasim për raportime editore, për news e kështu me radhë, normalisht që e kam Kosovën mas shumë të në fokus, po ashtu edhe me Serbinë, domethënë kur të ka tensione, hulumtimet që i bëj vetë, mandej përfshin komplet kontinentin e Evropës, po më varet krejt për kanë çka bëj edhe çka raportoj. Që kjo është ajo çka unë bëj. Kur raporton, gjithsesi se ajo pjesa e përgjegjësisë është aty, gjithmonë pesha për të raportuar edhe pesha e rëndësisë së fjalës në publik, ti dim vetë se sa rëndësi ka, por krahas saj duhet ndalem pak tek çmimi i fundit, Jos. Kampione për ndërtimin e besimit mes shqiptarëve dhe serbëve në pjesën e gazetarisë. Si erdhi ky çmim? Po nuk e di, unë kam qenë jashtë Kosovës kur e kam marrë emailin që më kanë nominu në fakt për kategorinë e medias si kampione ose pretendente për me fitu çmimin për trust building në media për vitin 2025. Edhe normalisht muhabetën sepse nuk e kom prit më tregu drejtën, se unë jam shumë e re në moshë dhe ka njerëz që ndoshta punojnë në Ballkan, po edhe janë gazetarë me ma shumë eksperiencë për sa i përket gazetarisë, mirë po e kom prit si nominim sepse është bo pikërisht prej, nuk e di as kush e ka bo, po mandej i kanë kërku votat e publikut, e kanë kërku, domethënë ka qenë një panel prej juristë profesionale, edhe nuk e di as vetë që e kanë bo për zgjedhjen, po komplet këto komponenta kanë bo që mandej me dominu në fushën e medias, edhe më ka ardhur shumë mirë për shkak se domethënë unë që 10 vjet që punoj si gazetare për media ndërkombëtare, puna jam ka qenë gjithmonë trust building, domethënë që me qenë zoni i krejt komuniteteve jo veç në Kosovë, po dhe në Ballkanin Perëndimor, edhe po ngëzën fakti që puna jam po vlerësohet, edhe për mu domethënë shumë që edhe prej serbëve dhe prej shqiptarëve vlerësohet puna jam, edhe them drejtën kjo ndoshta e bën edhe më të veçantë për mu prej krejt çmimeve tjera, që ti je kampion i trust building ose ndërtimit të bashkëpunimit edhe besimit në mes të komuniteteve, po edhe shteteve, që domethënë ka gjithmonë tensione, është vlerësimi më i madh që mundet më ta bëj dikush si gazetare, se është e vështirë më kanë domethënë gazetare shqiptare, domethënë me etnisë shqiptare, edhe me mbulu ndoshta edhe Serbinë, po edhe me pas kontakt në nivel ndërkombëtar si reporter për media ndërkombëtare në çdo kohë, edhe besoj që këto e kom bërë veç me punë, edhe për mua ka qenë vlerësimi më i madh që mundet më bëj dikush. Edhe prandaj kom shkruar edhe dje, ku ka gjë më të bukur se sa të përzgjedhësh si kampion në fushën e medias për vitin 2025 për ndërtimin e mirëbesimit edhe domethënë të punës kualitative në fushën e medias. Për mua është vlerësimi më i madh që ka mujt më bë. Najherë, sidomos deri tash, se e dim që është situata në Ballkan, dhe sidomos nëse je shqiptar, e ki pak më vështirë.
me qenë dhe reporter në këtë zonë. Gjithsesi, gjithmonë kemi qenë ajo kafshata e nxehta, që t'jep gjithmonë tension. Asnjëherë nuk e ka një qetësi në cilën do pjesë ose në cilin do territor që prek mundesh me pas një impakt të jashtëzakonshëm. Po dua të ndalim pak se si filloi Vjosa gjithçka, ose me fjalë të tjera, pse pati pikërisht në fokus çështjen shqiptaro-serbe, edhe si e sheh këtë pjesën e raporteve përgjatë viteve, pra raporteve tona të fshirësinë sonë. Po me sa e di, se unë nuk e di, çmimin do më thonë nuk e kom përcjell, nuk e di ma herët, veç e di që është një trust building platform, do më thonë platform që e ka Kosova nëse s'ka po, edhe që organizon UNMIKO, ose UNE, që është më thonë, edhe ata për çdo e kishin kategorinë për media, për aktivizëm edhe për environment, për mjedis, po. Edhe mandej ata po nominojshin njerëz që menojnë që për ime janë zani tjerve, edhe mandej që që tregova dhe ma heret procedurën, ashtu e përzgjedhin me vota, me juri e kështu me radhë, edhe që, do me thonë që ajo është rezultati soj, po kjo është mënyra që e kam bo, po raportet po i dim në aspektin e politikës, po flasë hetë se i dim që ka, do me thonë, gjithmonë blokada, tentativa për me pas tensione gjithmonë prej arsyeve të ndryshme që tash më veç i dim, po e shoh, besoj që tash raportet janë pak më të lehta, për shkak se kur kom filluar me raportu si 24 vjeçare sakt, tash po flasin 23 vjet në fakt, për DW ose për Deutsche Welle para 8 vjetëve, ka qenë ma vështirë, sepse ka pas raste për shembull kur ka pas edhe tensione, ose kur njerëzit kanë dashur me të ataku, ose do situata të pakëndshme shkurt të shep, që kom ditë me i menaxhu, po jem kanë shumë e ri. Edhe mandej unë në çdo raportim që e kom bërë, dashur me pas gjithmonë të dyja palët, që jo çdo herë është e lehtë, e sidomos kur ka pas tensione ose clashes kështu përplasje një pas njëshme ndër vite, nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë, edhe mendoj që kom pa ndryshim pozitiv për sa i përket ndërveprimit edhe bashkëpunimit mes komuniteteve, po edhe besueshmërinë që njerëzit tashmë e kanë për punën që unë e bëj, edhe mandej njerëzit përcjellin. E shohin që, do më thonë, qka po thuti, që është për raportojnë, edhe nëse menën që nuk qe dikosh, po në detaje njerëzit përcjellin, edhe kjo më ka habit, mandej gjithë mu përgjithësia o konë shumë e madhe, edhe menoj që është mëse e nevojshme me bashkëpunu edhe trit mes vete, po edhe me njoft njëni tjetrin jashta politikës ma shumë si njerëz, se në fund, në fakt, nuk ka as njëna pol, as tjetra nuk kanë qef me pas konflikt, po është politika ajo që gjithmonë e dominon mandej edhe diskursin politik, edhe median edhe krejt, edhe është problem. Do të me shku me njoft njerëzit personalisht ma shumë, pa gjykime, me qenë të hapun, me njoft njëni tjetrin, jashta asaj që kanë servohet media, për shembull edhe konflikteve që janë një masna. A mendon se situata në terren është dukshëm më e përmirësuar, dukshëm më e mirë se sa në aspektin diplomatik, siç paraqitet edhe në momentin ku shkojnë shtetet ta prezantojnë vetveten aty, patjetër se do të jesh më protektiv ndaj vetvetes. Patjetër që po, tash është ma lehtë, ndoshta këto vitet e fundit mas tensioneve rasit Banjska se kështu me radhë, është ma e lehtë me komuniku me njerëz, për shkak që disa banda e ato tjerat nuk janë më prezent në Kosovë, nëse flasim kështu. Po, normal, sigurin duhesh me pas gjithmonë parasysh që mundet me eskalu situata, kur nuk e din qysh njerëzit kanë më të pritë, edhe duhesh me shku gjithmonë shumë e gatshme, edhe do me thonë me ditë me menaxhu situatën. Edhe këta e kom mësu prej gazetarëve ndërkombëtar, edhe kom mësu prej njerëzve që i kam mentor tash e sa vjet, prej Gjermanisë për shembull, edhe gjithmonë konsultona qysh me menaxhu situatat, edhe sa ma shumë që shkon njeriu në trajnime edhe shkollohet ma shumë për sa i përket realizimit punës në mënyrë profesionale, po edhe eksperienca vetë mësën qysh një qasë me njerëz. Nuk do është, do më thonë, do të më kanë shumë i matën në gjdo gjë shka thunë, gjdo gjë edhe si gazetar duhet me qeni detikum ndaj të vërtetës. Kur e thutë vërtetën, krejt njerëzit kanë më të respektu. Në ashtit kritikojnë, mujnë edhe më të linqu, edhe më të kërcnu, po në fund, kur e thutit vërtetën 100%, pa pas ndonjë anem ose ndonjë interes personal, besëm që krejt njerëz respektojnë. Edhe ata që nështë raporton ti për ta dhe javë qëtë krimët, krejt qka i bojnë, edhe ata të respektojnë mrena vetës, po nuk ta thojnë ty. A ke pos raste personalisht?
që më kanë kërcnu. Edhe të kërcnimeve dhe të linqimeve dhe këtyre kritikave, qofshin nëse janë adresuar ato direkt kundrejt teje, apo në mënyrë indirekte, ka pasur zëra që i kanë përcjellur këtu? Po, pa tjetër, se dhe mos kur kom bohu lëmtime që kanë prej Kosovën, edhe që kanë qenë, dhe më thonë, krimet mdhaja në nivel ndërkombëtar, kur kom raportu, ka pas fjallë të ndryshme që po raportën te. Jo, për shumë në lërsu çfarë krimi kom prezentu pi as deri në zhë kështu detaje me tregusës që kanë funksionu skemat e krimit, po reagimi ka qenë po e prish imazhin e Kosovës, po mu këto komente absolutisht nuk më kanë bo kur përshtypje, se unë e di që puna jam është me tregu të vërtetën, dhe përgjithësia jam është shumë më e madhe se çka ju kanë vënë njerëzve ose politikanëve ose dikuj tjetër. Unë e kom ditë kur jam bo gazetare, qysh kur jam kanë 18 vjet që ka me pas njerëz që kanë më kritikue, nuk kanë më ndashte, kam ju pengu çka unë po thëmë, me kanë po rrije plot sene tjera, po bashkë heq nuk më interesan. Nëse thëmë kështu bashkë heq nuk më interesan, kur nuk më ka interesu, edhe shqyqër që e kam këtë karakterin kaq të fortë, sa që nuk më bëm përshtypje kur gjo. Do më thonë, unë e kam atë orientimin teme dhe e di që puna jam është më e rëndësishme se krejt kërcnimet, se krejt sanët që ka njerëzit e tjerë menojnë për mua dhe për punën tem. Edhe kjo më ka borë në ashti më kanë e përcaktume, determinume dhe mësë më interesu bashkë kur gjë heq tjetër. Vjosa ka ndiku edhe rrethana se ku jeton, sepse realisht Vjosa është rritur në një ambient tjetër, dhe flasim për shembull për Gjermaninë, është rritur, zhvillu atje, ka fillu karrierën atje, është zë i fuqishëm i Kosovës, qofshin ato për ta promovuar Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme, po qofshin ato për t'i treguar edhe se cilat janë sfidat dhe problemet e vendit tonë. Po sa ka ndiku realisht ambienti ku jeton Vjosa? Shumë. Sa sigurt është ndje? Po Kosova, për jetimi luftës, krejt eksperiencat dhe rrugtimi si refugjat, o kanë shumë ka prek, dhe sot në prek, sa është e flasë, prek në shumë se e di që kena hjek shumë si njerës, dhe krejt Vjosa që ka është sot, është për shkak të asaj që ka e kom përjetu si fmi, për shkak të rrugtimit që e kom pas në Gjermani, për shambull, edhe në shkollë kur jem kanë atje, po edhe kur jem këthy mandej në Kosovë pjesën tjetër të familjes, edhe që kom nis krejt sanët për Zaros, edhe në Kosovë, edhe në Gjermani, kur nis prej Zaros, masanej nuk nje kur farë barriere, se i ban krejt sanët vetë, se ki kërkan mrapa vetës, edhe kur i ban krejt sanët me mund, s'ki që shbash ndryshe për pës njeri fort, edhe kur sakrifikan të për shambull katë shumë, edhe prej jetës personale, po edhe prej mundit tanë që e jep, këta që do me thonë janë njerës dallavergjie kësi sa në pali dhe mu bashkët do me thonë së mboj për shtypje, po për mu është, ka ndiku dhe Gjermania shumë në krijimin e karakterit tem, sepse kom po diversitetin, kom po drejtsin, e kom po edhe e kom su në fakt që shpunuhet dërshëm edhe objektiv, po edhe mu kanë thjesht njeri pa kompromis, dyqysh, se mu kanë gazetore shumë e vështirë. Shumë është e vështirë, sa që kur te je njeri që s'bën kompromis me dignitetin tanë dhe me vlerat e tua, parimet e tua që i kisi njeri, kime pas gjithmonë njerës që dyqysh të rjekën, edhe nëse janë pjesë e familjes, po edhe nëse janë pjesë e shoqënisë, edhe nëse janë njerës të mendikeme që apo di, po mu absolutisht të gjona, kur së më kam po përshtypje, se e di sa të fort e kam karakterin edhe e di cilat janë parimet e mija, edhe si shkeli parimet e mija me ditë që ku me di se qka bëhet, edhe Gjermania ka ndiku, jashtëzakonisht shumë, se ata kanë besu në mu. Në Kosovë në studimet i kom nisë në Prishtinë, do me thonë Kosovë e kom kry bachelor edhe master, i kom përfundu studimet, po edhe kom bo volontariatin në Gjermani, që janë shkollime shtesë për gazetar që bëhet në Gjermani, e kom bo edhe në ARD, edhe në Deutsche Welle, edhe do me thonë edhe në shkollën katolike të gazetaris në Munich, kom bo këgja shumë shkollime të tjera, të cilat më kam përgadit më ndej si gazetare, pa tjetër që kanë diku mbështetja që ma kanë dhënë njerës, pa kompromis edhe pa kushte. Do me thonë, veç kanë besu në mu edhe kanë po që kam kapacitet edhe mandej veç kanë shty për para njani mas tjetret, edhe që kaq, kjo është Vjosa. E thatë të bërit gazetari është e vështirë. Po shumë. është e vështirë edhe në Gjermani, nëse ngrejmë kështu si një paralele mes dy vendeve, apo e ke fjalin vetëm për Kosovë? Përgjithsisht është shumë e vështirë më kanë gazetar, se dyqysh krejt janë, te shkruun, nashtik për krejt njerës e mund shumë, unë më nëtë me ndodhë që nesër mas nesër për nënën tem shkruj, nëse veç është nevoja, që kjo është pak e vështirë në aspektin personal, se te ki punën tonë, njerës nuk din me dalu këtë gjo, po është shumë e vështirë se dyqysh te raportën, e bëm punën tonë objektivisht, ti nuk i kur gjo personali me kërkan, veç e raportën edhe je profesional, je kritik ndaj njerëzve
do me thonë për arsyet profesionale, jo se kam diçka personale me dikan, këto dyja du të mundo, edhe është e vështirë se dyqysh vetë gazetaria është bret, dyqysh hulumton, raporton, kitë punë gjithmonë me njerës cilët ndoshta nuk është e letë to deal with them, ose më përballë me ta, po kur je karakteri fort edhe kur e ki mbështetjen e njerëzve cilët besojnë ty edhe din që si të bo kur gjo keq, po veç e tu e kry punën tane, mandej e vrenë që je zoni njerëzve cilët janë të marginalizuar, njerëzve që janë shtypun, e për mu qaja është pjesa ma e mirë, kur njëm zoni njerëzve cilët nuk kanë zo. Edhe shkojnë në adresën e duhur, thjesht raportohen diku ku dëgjojnë. Sakt, se krejt lufta është për me dëqysh me bo propagandë, me shit ndryshe realitetin, e teshe rolin tanë si gazetar momentin kur te i rëzojnë krejt që të propaganda, krejt sanë, po gjithmonë me fakte, jo me qëllimet këqia, po me fakte, edhe mandej kur të flasin faktet vetë, ata tjerë të viqbinë, se qaj është momenti ma fisnik i gazetaris që mund është me pasë, dhe dyqysh është një farë weapon, ose është si armë kështu, që jo tja është veç letra, lapsi, kamera edhe storja që e bënti. Do me thonë, qajo është jo rastisht quhet edhe pushteti 4, thone du me shpirt gazetarinë edhe gjithmonë ka mu kanë, do me thonë që kjo që ka me bo të njëtën, se matë mirë se gazetaria nuk ka. A të pëlqen, si kur kompliment kur ta japin që je duke e bërë me shumë entuziazëm, edhe ai entuziazëm thjesht përqohet, pa pas nevojë të flasësh që unë e dua gazetarin, unë e shijoj procesin e punës, unë kënaqem çdo ditë nga puna ime, pavarësisht gjitha kësaj. Po, për shembull, kur unë e di që i preku jetat e njerëzve, ose ja u bëj dikujt atlet, ose ja ndaloj një krem që bëhet ndaj tyne, dhe kur stopohet dami që ju bëhet njerëzve, për shembull me raportimet për krime që i kena bë me kolegë tjerë edhe në nivel evropian, që o kanë edhe top investigimi ma i mirë në Europë para 2 vjetëve, aty na kena nalë skemat të krimit tepër të madh, ku njerëzit ndoshta kanë shku deri në atë pikë sa që ja kanë marrë edhe jetën vetës për shkak të dëmeve financiare që ju kanë bë. E kur ti arrin që me stopim me i vedisu njerëzit për çka çush po funksionojnë krimet e mëdha, atë njëjtën kohë për shembull çon burg kriminal, edhe atë njëjtën kohë i stopon dëmet që i bëhen njerëzve të pafajshëm po flas, është ndjenja më e mirë e mundshme që ti thjesht i zani që atyne që janë tu shfrytzu, janë tu keq përdorë dhe kërkush nuk është të bo kur gjo. Që kjo është përmundjesia ma e mirë. Unë gjithmonë bile, du të me përmenë se gjithmonë, për shambull, Kreshnigashi i Birnit, sa herë që banaj në i raportim, unë i thëmë ti që 2-3 njerëz në borg, edhe gjithmonë e kena një farë diskutimi edhe një respekt e kam tepër të madh ndaj Kreshës, për shkak që dyqysh e shodhet te ata qëfar entuziazmi dhe qëfar punët hatash me bojnë, dhe e kem gjithmonë dyqysh një dokumente që janë profesionale, po janë shumë të mira, dhe janë ndrojnë jetën njerëzve, do me thonë, stopojnë krime, shkur të shqip, që është diçka ma e mira që mund është me pas. Sa i përket guximit, duhet ta kesh një qik më të shtuar kështu të të bërit gazetari në Kosovë? Po duhesh me pas se janë njerëzit grupe, jo veç në Kosovë. Do me thonë për krime kom raportu edhe në Shqipni, edhe në Serbi, edhe kena zbulu krime, edhe në shtetet të tjera, sidomos Ballkan është fokusi kryesor, po edhe është e përfshirë edhe Italia, edhe Rumania, ka qenë Gjermania, Austria, Slovenia, çka ka pas tjetër, tash do tjetë edhe Ukraina, se në të ardhmen, po në hulumtimet që jem të punu aktualisht, edhe që ato kriti dhe me temat që kanë bojnë me tema shumë edhe të rrezikshme, po edhe të mdoja, në fakt, në nivel të Evropës, po janë temat që s'moj me full për momentin. Në fakt, pyetja radhës ishte... Okej, ta ndryshojmë pak. Po, nëse dënë me ditë për çfarë tema, unë kryesisht do me thani mbuloj krimet, kështu që çka do që përfshihet prej fushës, prej kategorisë do me thonë të krimeve, mundet mu kanë doj teme, edhe për human rights, do me thonë për detat njerëjo që bëhen krime, edhe për mjedis, edhe për çka do tjetër, po gjithmonë lidhen me krime, këto investigimet të mdoja që i bëj, raportimet ditore që i bëj për televizionet që punoj, normalisht ato janë tema pak ma pozitive, ose raportimet storjeve të ndryshme që i bëj televizive, ose reportajeve për mediat cilat punoj, edhe janë kombinimi sanëve të ndryshme, po këto investigimet që janë pak ma të mdoja, ato i bëj ndara spit mediave cilat punoj.
punoj. Për cilat hulumtime është shumë krenare Vjosa, me të cilat arriti të ajap një epilog të caktuar? Po për shembull, jam krenare me një hulumtim të fundit që e kena bo për kafsht egzotike që i majnë si kafsht shtëpiake në përshpe, do me thonë kriminalt në Shqipni, edhe që i shesin në përmes Serbisë dhe Kosovës, që është ka qenë, është nominu, po është reference, do me thonë është citu për New York Times, që kjo është për mu qajo krenaria ma e modhe që e kom pozeri tash, sa jo është publiku të New Lines Magazine në Washington, edhe është shumë shtirë me publiku në Amerikë me hulumtimet që ti banë për Balkanit, edhe që kjo për mu ka qenë rast, ajo që ma ka dëshmu që, edhe nëse e baj një hulumtem, e kam fokusin edhe këshijet edhe prej njerëzve të punojnë prej medjave matë moja në botë, edhe që kjo kom për mu momenti që e kom po që prej temë tonë Mandela dhe mediat halomat ndoja, e kanë bo dhe kanë bo si referencë hulumtimin tem. Për mu kjo do me thonë shumë. Mandej tjetra është edhe vlerësimi top 10 ose top 10 qa e hulumtimeve në Europë, që për mu në vesh 32 vjetë ashtë i kam, s'ka ma shumë, po është vesh fillimi karierës tem. Këto 10 vjetë eksperiencë që janë kanë vesh fillimi do me thonë kështu i mbledhjes eksperiencës ndërkombëtare, po normal në Europë njeri me 30 vjetë e nisë karierën, jo si të na me kry, po e nisë, që i bjenë që tash jam ma e pjekun profesionalisht, po edhe si gazetare, jam e pjekun edhe psikologjikisht, do me thonë, për punën tem, edhe di tash orientimin që në drejtim ka me shku, edhe i veç jam të i bo hapat kadal-kadale për me mujtë me bo tema dhe matë mdoja në nivel global, se që ajo është fokusjem. E përmendet njërën nga hulumtimet në top 10 që në Evropës, njërën nga historit më të veçanta edhe sigurisht të mirë treguara në mënyrën më profesionalit mundshme, bëhet fjallë për hulumtimin për call center, apo jo? Po, është hulumtimi që bëhet për krimët që janë bënë, do më thonë, në nivel të Evropës, edhe që ka qenë njëna për krimeve më të ndoja në historitë të Gjermanisë, që ka qenë krimeve financiare, po flasim. Edhe ato këna arrit të rinë detaje me kolegë bashkë, se gjithmonë nuk janë veçonë. Do më thonë, unë bashkëpunoj me top gazetarë që janë në nivel ndërkombëtar, edhe që vazhdimësi bojnë edhe hulumtime, që jam të i bo dhe aktualisht hulumtimet cilat kanë me dalë shumë shpejt në për Evropë. Jo, sa mundesh me nga tregu disa nga pas skenat e hulumtimeve tu as bashku me gjithat ekip pa fundme me siguri? Po janë njerëz të ndryshëm gjithmonë që bashkëpunoj, dhe normalisht është e vështirë me bashkëpunu me njerëz që ti kur nuk i nje, se njerëzit vinë të shkrujnë edhe ti ju shkruj njerëzit tjerë për e mujtë me bo investigime ndoshta edhe në Spanjë dhe në Francë dhe do më thonë vendet ndryshme, edhe ti nisësh me një qëllim, me një ideal që kemi bo një hulumtim për një tim që do me thonë, je informum, për nuk je informum mirë, se pa e boj investigimin të s'punësh me ditë qka vjen prej soj, po gjithmonë është mirë me i këshyrë njerëzit qëfar njerëz janë. Se ka pas raste kur ka pas njerëz toksik me cilët kom pas punë, edhe kanë diku ma ndej keq në aspektin emocional të amin, po ta shem shumë e kujdeshme me kanë bashkëpunaj, sepse njerëzit dinë edhe me të shfridzu ka njëherë. Qajo kanë mësimi maj mirë që e ko marrë njetë, sepse pa marrë parasysh a është dikush që punën për një media super gjigante, pa ty që je gazetar që e njerë rajonin mirë, s'ku një bo bashkërgjëhesh. E i kësha dhonë këshil krejt gazetarve tjerë që me qenë shumë të kujdeshme me kanë bashkëpunojnë, edhe mos me pranu gjdo oferë që vjen veç për shkak që me pozit qka me bo, po me qenë shumë kujdesshëm me kanë bashkëpunan, sepse nëse raporton për krime, në fund mundet me ndodhë që krejt njerëzit lon vetë. Në qato raste do të me ditë ka gja mirë me kanë jetu punu, edhe me qenë shumë i përgaditur në aspektin profesional, po edhe me pas një avokat gjithmonë ofër vetës që me mujtë në aspektin ligjor më të lanë, dhe më thonë me tregu që mos me bo gabime që me mujtë më ndej, jo veç kriminelt, po edhe njerës me cilë ti punën në ekipit me traltu me një farë mënyre. Kështu që unë e kam një avokat në Gjermani edhe një e kam Kosovë, me cilët konsultona në mënyrë të vazhdueshme për çdo gjatë që ka e baj, edhe që ajo është përgaditja që je mbrojtë në fakt në krejta aspektet, në aspektin profesional për flasë. Vjosa e kitë vështirë me ndërtu besimin e ndërsjell me dikon, për arsye të punës sensitive që ti e ke? Përsa i përket punës, nuk është e vështirë, për shkak se do me thonë tash kam eksperiencë dhe di që shmu qas në njerëzve, po në aspekt me lanë dikon me hinë shëshni temë, mëse mu afru pak këgja shumë në aspektin personal me mu, përsa i përket, do me thonë nëse
njerës e ngushtë, e kam rejtin ti për të vogël, më thonë që i kam ndoshta 4 njerës krejt, me cilë 3 konstant, dhe që i besoj 100%, për shkak të punës, normalisht, dhe për shkak të asaj që gjithmonë jam kanë person që kom najt me shumë pak njerës, nuk e di pse e kam qëto, gjithmonë si fëmijë, më ka pëlqy ma shumë vetë me najt, diqysh, po nuk e di pse është kjo, më pëlqen ndoshta puna jem, po edhe të njëjtën kohë ma mirë të vynë një circle ose një rreth shumë të vogël me pas njerëzve që ti nje për një me mirë edhe që e din që janë mrapa teje në çdo fazë tjetës edhe me ta e ke kriju besueshmërinë tash e ki si familje, për pas familjes ta, normal, se familja jam është kryesorja, edhe janë shumë të mirë dhe ata normalisht që më përkrohin edhe krejt, po si mos printe me, që janë mbështetja jam kryesore, po raporti me njerëz të afërt, unë po ashtu i kam edhe shoqet edhe në Kosovë, i kam të gjermane, cilat jena që 6 vjet gati shoqe shumë mira, dhe njerëz me cilë të ri, janë shumë pak. Kështu që edhe në Kosovë i kam 2-3 shqiptarë të shta që i kam shumë me qëta ofert, po ata i një që 10 vjetë edhe kur s'kom bëna shti kur gjëhe që një njerëz që mjojnë mu shumë mirë dhe i lo shumë rol njerëzët mu afru në rrithin tem të ofert, dhe që do të më kanë këshilë shumë e mirë dhe për njerëz tjerë që nuk do me thonë mi pas krejt Kosovën shoqni të ofert, po do të mi pas 2-3 njerëz mrena jetës, krejt jetën 2-3 njerëz së të perimet dojnë edhe të respektojnë për që ato që ka je edhe që shtu i ki edhe jetën ma kvalitative bre, ma pak stres, e ki me njerëz ma, edhe besimi është ma i fort, edhe i ki njerëz së të i ki të njetën, që ajo është strategjia jam. Tregon pak si kalove në konë. Shumë mirë. Po, shumë mirë kom kalu. Që shtregova dhe reprezentaj Women Voices Now, është një reality filmmakers në Amerikë për Europë, që një vjetë të gjysë gati. Edhe punoj me vajza përsa i përket fushës filmit edhe dokumentarve të gazetares për flas. I kam edhe në zonësët në përbot, si në Afrikë, në Europë, në Poloni, në Gjermani, gjithka. Edhe i kom prezentua ta tash, edhe kom pas edhe me folë, në fakt për pjesën e filmave gazetaresk, po edhe të punës që e bojmë na si Women Voices Now gjithka në përbot. E kemi edhe Akademinë e Filmit në LA, plus festivalet që i kemi atje. Edhe punoj me njerëz të ndryshëm të fushës filmit në Hollywood që është një punë e jashtëzakonshme që e bëjmë, edhe ato nuk është që e bëjmë pa kur farë, do më thonë e bëj pa pare me një farë mënyre, edhe është një punë që e du shumë, edhe po jam të punu me qika treja, edhe e kam një super zonë, se për shambull në Nigeri që i ka veç 12 vjetë, po është një Gjelila që do të më përmenë gjithqysh, është një qik e jashtëzakonshme, edhe jam të punu me to shumë, po dhe të njëjtën kohë dashnia dhe mundësin që ja kom dhonë në asaj, po dhe na, si Women Voices na, ka me pas impact në shta vitin e arshëm ma shumë, po jem të i bo një punë të atashme me qika treja edhe me njerës tri në Afrikë, po edhe në Europë përgjësisht. Si është realisht për shtypja e tyre për Evropën? A e ndrojnë ato një ditë që ta keni të ardhme të ndritur, për shembull, sikur rinia jo në Kosovë dhe shtetet e tjera që jemi më pak të zhvilluara, por që shohim ndoshta një vend perëndimor dukshëm më të zhvilluar dhe si ambicie profesionale për të ardhmen. Por si është për shtypja e tyre realisht? Si është për shtypja e tyre? Janë shumë të varfën, diqysh, unë se di në është edhe vetë që jom kanë si fëmi, baba jam ka punu gjithmonë vesim si mdanë, se dhe kanë e vetë mja ardhën që e këna pas Kosovë, edhe si fëmi jom kanë e varfën dështa, po edhe tani kërja kom nisë me punu kështu pa pare, pa interes për qika të reja, se edhe për mua ka në fështirë me bogastari vetë, plus po më kam bështet njerës, shefët e mija gjithmonë i falendrej shumë, po edhe mentorët që i kam në Gjermani. Për ata është një ndër e madhe me ardhë në Europë, do me thonë po flasim për fëmicit e kanë ndërprej shkollimin për shkak të varfënis, edhe pikrish Gjelila është të e bo dhe dokumentarin për 30 milion fëmi në Nigeri, një 12 vjeqare me bo një film për 30 milion fëmi që s'mujnë me shku në shkollë për shkak varfënis, është ndjenja ma e madhe e krenarisë që mojtë pakten me kontribu për mes donacioneve që ja preqmimeve të mija që i marë për fëmijët në përbot, edhe se di që kjo është për mu suksesi ma i madhë njëtë, ndoshta filmin kur ta realizën Gjelila në mujtë arshëm, se do më thonë ka qenë pjesë e programit mentorshipit tem që e ofroj papare kështu për qika, edhe qka do me dhonë kontribut më të madhë se sa me pa një 12 vjeqare që është zoni fëmive Nigeri edhe në Afrikë. Unë menoj që kjo qikë ka atë shumë potencial, sa që në të ardhë më komu kanë edhe njën i pizonave kryesorë në Afrikë përsa i përket grave, filmit, edhe gazetaris, po edhe advocacy, do më thë, që shetë thuhet shqip, do më thënë avokuse, po,
e mbështetjes fëmijëve për me u kthy në shkollë, veç donacionet e para i ka nisë edhe ajo vetë masi e kom donuar atje, edhe se di është një mrekulli, dhe më thonë, qka të punën që e bojna bashkë, tash e ka themelu edhe organizatën e vetë, can you imagine me 12 vjetë, nuk e di, atë fëmijë e du shumë, edhe printe vetë normalisht i një, edhe kena bashkëpunim shumë të mirë çdo muj, men se s'po pres, tani me dokumentarin e saj me garu në festivalet ndryshme, po edhe pjesë e festivalit tonë që e kemë në lejku do tjetë, që tu janë, ka në ëndrat mdoja, nuk janë ka në Europë, për shkak varfënisë, pra po thamë, po edhe në Amerikë ka në ëndrën e madhe që, hej, vitin e arshëm me shku në Amerikë, në lej me kompit ose me garu me fëmijë të njerëzve që janë në Amerikë, po edhe në Europë, që kjo është ajo që ka du me bo, do më thonë du me i pru fëmijët ose qikat e reja, edhe djenë, pëse jo, me raportu me bo dokumentar për me zonacioneve të mija, mentorshipit edhe me kalzu storje në përbot prej kontinenteve të ndryshme, që kjo është ajo që ka ndroj, edhe nëse arri me bo këto në vjetët e arshme, komu ka njeri ma krenar botë, se zdi që kjo është për mu që ajo baby që kam kështu si të vogël, që rrisë edhe e shë impaktin që e bëjt të tritë, se di, dyqysh du të më konë edhe fëmija zoni dikujna tjetër, du të me eduku qysh prej 12 vjetë ose prej 9 vjetë, qysh kur t'janë 3 fëmijët edhe vajzat edhe djemët, me qenë zoni tjerve, që kjo është qaj mesazhi që du me përcjell gjithë mu, ku dhe që shkoj, edhe për mes në zonë saftëmi, se ti e vren impaktin të të pat aty, të i pati ata që shtu rritën krejtë sanët edhe dyqysh është fantastike që kjo s'pëdi. Vjos ti dhe që ato ka në ëndrat mëdhaja, por realisht ato e ka një mentore me ëndrat mëdhaja dhe s'kanë si tjenë ndryshe. Së di, nashtë edhe unë i kam mentorët me ëndrat mëdhaja dhe shkon qështu zingjirë. Mentorët mu, unë ata, edhe ata dikon tjetër në të ardhën. Kjo është misioni pëse kemi anë këtë botë, vetëm me bo mirët dhe me shërndat mirën. Sakt. Vjos, të falenderoj shumë sot që ishe në moment, kemi shumë tema për të diskutu me ty, po shpresoj herën tjetër kur të na vish sërish në Kosovë. Po, falenderoj. Me shumë kënaqësi, shumë suksese.